Droga nuk është më vetëm një problem i rrugës apo i një grupi të caktuar njerëzish. Sot flitet gjithnjëherë më shumë për adoleshentët që eksperimentojnë herët, për përdorimin e kokainës, jetës së natës dhe substancave të tjera sintetike. Për këto tema do të flasim me doktor Alert Drishti, i cili përballet nga afër me rastet e helmimeve, përdorimin e drogës dhe substanca të tjerave helmuese. Doktor, përshëndetje dhe të falenderoj shumë që pranove të jesh pjesë e emisionit tonë. Përshëndetje. Atëherë, unë dua të di për të rinjtë e sotëm. Ka shumë të rinj që konsumojnë drogë. Është fenomen. Çfarë po ndodh? Atëherë, fenomeni i marrjes së drogave në konceptin toksikologjik nuk është koncept i ri. Droga, njerëzimi ka pasur që kur ai është njohur me disa veti që kanë substancat dhe i ka pas përdorur ato që në lashësi. Për efekte magjike, shpeshherë, ndonjëherë dhe për efekte kurative, por substancat drogë, për shembull, ne mund mos qyjmë sot drogë kafen, duhanin, por faktikisht ato klasifikohen si droga. Mund mos klasifikojmë si drogë dhe alkoolin, po ai klasifikohet drogë, dhe si kafja, duhani dhe rakia nuk janë droga të reja. Pra, njerëzit edhe në Shqipëri kanë pasur mundësi të kontaktojnë me këto lloj substancash. Sot ajo që evidentohet është se janë futur një grup, sidomos pas viteve 90, një grup i ri substancash psikoaktive, siç janë heroina, kokaina, të cilat kanë gjetur edhe përdorim. Fillimisht Shqipëria ka qenë thjesht një vend tranzit, por sot është edhe konsumator. Vihet re një rritje e numrit të përdoruesve, sidomos të kokainës. Po të hashashit. Atëherë, hashashi është një bimë e cila ka qenë mbi në Shqipëri, pra është autoktone. Është pas përdorur nga populli shqiptar edhe si bimë mjekësore për qetësuar dhimbje etj. Por në këto kohët e fundit ka, po themi 2 dekadat e fundit, ka filluar të përdoret edhe si substancë rekreative apo edhe si abuzuese. Me rekreative kuptojmë personat e cilat e konsumojnë her pas here, jo në mënyrë të shpesh, të dendur, dhe ato të cilët e përdorin si përdorim droge për të marrë efektet e saj, është një numër pak më i rrallë, por që në Shqipëri sigurisht në 2-3 dekadat e fundit është përhapur, sidomos në moshat e reja. Përdorimi i hashashit ose hashashit quhet si porta e hyrjes në mbretërinë e drogave. Përgjithsisht, duke qenë një substancë psikoaktive që gjendet me një çmim të lirë, ajo është e përdorur edhe nga shtresat vulnerable, edhe nga shtresat me të ardhura të vogla. Kështu që kjo bën që numri i përdoruesve, për sa i përket aftësisë blerëse të saj, është goxha i madh. Ndryshe ta them nga kokaina, e cila është shumë e shtrenjtë, pra mundësia për ta blerë dhe për ta poseduar atë kërkon një buxhet financiar pak më të madh, që një pjesë e mirë e përdoruesve të cilët mund të kërkojnë ta përdorin nuk kanë mundësi ta marrin këtë për arsye thjesht të çmimit. Cili është rasti i moshës më të re që u ka ardhur nga mbidoza? Mbidozat mund të ndodhin edhe aksidentalisht. Pra mund kemi edhe bebe, fëmijë të vegjël të cilët gjejnë medikament, për shembull përdoruesit e heroinës apo të opiateve, shpeshherë marrin një lloj mjekimi me flakon, i cili hyn në terapitë e reduktimit të dëmit, që quhet, ose në terminologjinë angleze harm reduction, të cilët ju jipet nga mjeku këtyre prindët, të cilët në mënyrë të pakujdesshme mund ta lejnë këtë flakon apo ampul nëpër vende që arrihen nga fëmijët e vegjël. Dhe siç e kanë zakon fëmijët e vegjël për të futur gjërat në gojë, ka qellu që aksidentalisht të kemi dhe mbidozime edhe të moshave shumë të vogla. Pra mund themi edhe të moshave 3 vjeç, 2 vjeç. Por sigurisht këto janë mbidozime aksidentale. Ndërsa përdorues, moshat më të reja në përvojën time, kemi pas raste të 12 vjeçarve.
Dhe ky rast është përdorues i heroinës. 12 vjeç. 12 vjeç. Por ky është një rast ekstrem. Kam hasur unë në përvojën time, por përgjithsisht moshat e vogla apo tek fëmijët haset përdorimi i hashashit. Tham që hashashi është porta hyrjes në mbretërinë e drogave. Pra dhe moshat e vogla përgjithsisht fillojnë me hashash. Ku e gjejnë drogën adoleshentët? Te shoqëria, në lokale, apo pranë ambienteve të shkollës? Atëherë, sigurisht ato që quhen shpërndarësit e drogave, mund të gjejnë kudo ku ato mendojnë se kanë treg. Pra në të gjitha këto vende ku ju thatë, mund të kemi ato që shpërndajnë drogën, por sigurisht vendet ku kemi shpërndarje droge janë sidomos vendet ku janë këto ambientet që bëhen festat e ndryshme. Siç mund të jenë pubet, diskotekat e tjerë. Por siç kemi vënë re nga shumë operacione që ka bërë policia, është konstatuar që shpërndarësit e drogës janë gjetur edhe pranë mjediseve të shkollave. Çfarë shenjash duhet të vërejë një prind tek fëmia e tij? Atëherë, shenjat e një mbidozimi apo marrjes së substancës, përgjithsisht prindi nuk arrin t'i dallojë edhe për një arsye tjetër, pasi fëmia kur vjen në shtëpi nuk vjen në kulmin e efekteve të marrjes së substancës, pasi atë e ka marrë orë më parë. Por ama sjellje të cilat vehet re një ndryshim i menjëhershëm në mënyrën e reagimit të fëmijës, largimet, mbyllja në vetvete, të gjitha këto mund të bëhen faktor për të filluar për të dyshuar. Në të tilla raste, nëse fillohet të dyshohet, sigurisht mund gjehen edhe pluhra, pluhuri i bardhë, për shembull, që mund të mendohet për ndonjë kokainë, apo pluhuri i hashashit, ndonjë cigare hashash, ndonjë amballazhim i ndonjë droge të caktuar. Pra të gjitha këto mund të jenë element të dyshimit dhe në momentet që dyshohet, sigurisht prindi duhet të konsultohet me një mjek profesionist që merret me këtë punë, që në Shqipëri me këto merret vetëm një klinikë, është unike. Ndodhet në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza dhe shërbimi toksikologjisë dhe adiktologjisë. Sa e përhapur është sot kokaina në Tiranë? Kjo është pyetje 1 milionshe për të dhënë shifra të sakta, pasi një numër i madh i përdoruesve nuk arrihet të identifikohet as nga personeli shëndetësor, sepse personeli shëndetësor detekton vetëm ato të cilët kanë nevojë për ndihmë mjekësore. Jo çdo përdorues ka nevojë për ndihmë mjekësore. Ose nga organet e policisë, të cilët mund t'i kapin disa duke shpërndar apo duke konsumuar drogën. Sigurisht po flas gjithmonë në këndvështrimin e mjekut në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, pra të grupit të pacientëve të cilët kërkojnë ndihmë mjekësore, mund themi që po të fillojmë, domethënë të krahasojmë nga vitet 90 që ne kishim 1-2 raste në muaj, sot ne kemi 1-2 raste në ditë. Pra, siç mund të shikohet, kemi një rritje goxha të madhe të përdoruesve të cilët kërkojnë ndihmë mjekësore, jo të përdoruesve në tërësi. Por gjithsesi kjo reflekton një farë mënyre edhe numrin e përdoruesve në tërësi. Pra një rritje e këtij niveli e përdoruesve që kërkojnë ndihmë mjekësore reflekton edhe në numrin e përdoruesve të cilët janë përdorues të substancave, por të cilët nuk kanë kërkuar ndihmë mjekësore. A ju vin pacientë që kanë punë dhe familje normale të shëndetshme, por janë të varur nga droga? Atëherë motivet e përdoruesve për të marrë substancën janë nga më të ndryshmet. Dhe kjo ka bërë që përdoruesit e drogave mos të njohin stres sociale.
por gjithsesi sa më informuar t'jesh, sa më i ndërgjegjshëm t'jesh për dëmet që shkakton substanca, aq më i mbrojtur do t'jesh nga abuzimi i përdorimit të këtyre substancave. Por ama mund të themi që gjithsesi kjo nuk do të thotë që sa më i kulturuar t'jesh, aq më pak është numri i përdoruesve. Por thash, gjithsesi, nëse ti je i informuar për dëmet që shkakton substanca, si nga ana shëndetësore, ashtu dhe nga ana sociale, marrëdhëniet e tuaja në shoqëri, do të bëjë që ti të frenohesh në përdorimin e këtyre substancave. Pra, informimi i publikut, ashtu siç po bëjmë edhe në këtë emision, është një detyrë mjaft e rëndësishme e çdo personi i cili mund të kontribuojë për rritjen e njohurive dhe sigurisht për duke rritur njohuritë edhe duke rritur edhe ndërgjegjen e çdo personi për sa i përket përdorimit të këtyre substancave. Cila drogë ju shqetëson më shumë sot? Çdo drogë më shqetëson. Çdo drogë dëmton shëndetin. Por gjithsesi ekziston në popull gjoja droga të lehta dhe droga të rënda. Fjalia droga të lehta dhe droga të rënda në kuptimin shkencor ka të bëjë me dozën. Pra, nëse unë marr një drogë të quajtur të lehtë, por në doza të mëdha, e dëmtoj organizmin po aq ose më rënd se sa po të përdor një drogë të quajtur të rënd, por në doza më të vogla. Pra doza është ajo që bën ndryshimin. A kemi struktura të mjaftueshme për trajtimin e personave të varur? Asnjëherë nuk mund themi ka të mjaftueshme. Gjithmonë ka vend për përmirësim. Pra dhe ne mund themi jemi në këtë pikë. Kemi goxha përmirësim për sa i përket strukturave dhe hallkave ndihmëse për sa i përket përdoruesve të drogave, por asnjëherë nuk jemi në perfekcion. Pra ka vend akoma për të përmirësuar. Ne përveç drograve kemi edhe disa rrezikshje të tjera, të cilat janë vejpet, cigaret elektronike. Sa problematikë është përdorimi i tyre tek adoleshentët? Atëherë, si çdo lloj substancë jo natyrale për sa i përket përdorimit, pasi gjithë trakti respirator, sepse vepet nëpërmjet traktin e i fusim në trup, nuk është bërë për të marrë tymra nga më të ndryshmet, është bërë për të marrë oksigjen. Pra në momentin që ti nuk merr oksigjen, pra nuk merr atë substancë për të cilën ka nevojë biologjike njeriu, të gjitha substancat e tjera do të jenë substanca të dëmshme për organizmin. Dhe kështu mund të fusim edhe vebet. Ajo çka mund të them për vebet është që ajo teoria që për të lënë duhanin mund të kalojmë nga vebi dhe avash të lënë duhanin, në fushën e toksikologjisë dhe adiktologjisë nuk është një skem që e miratuar për lënien e duhanit. A shqetësohemi për sa duhet të shqetësohemi për pesticidet në ushqime? Sigurisht pesticidet janë helme, të cilat bëhen pikërisht për të eliminuar bakteret dëmtuese të ushqimit. Por ashtu siç bëjnë dëmtimin e tyre, dëmtojnë edhe trupin e njeriut. Pra nëse ne konsumojmë ushqime të ndotura me pesticide, ne nuk bëjmë asgjë tjetër se bashkë me ushqimin po marrim edhe helmin. Dhe në varësi të sasisë të këtij helmi është edhe graviteti i dëmtimit të trupit njeriut, i cili mund shkojë edhe deri pasoja fatale për jetën, nëse kemi marrë doza të mëdha. A shihni shpesh helmime nga pesticidet? Pesticidet të cilët domethënë kanë ndotur ushqimet tona janë shumë të rralla të arrijnë deri në intoksikime jetë kërcënuese, por kemi ato tentativat e suicidit. Pra personat të cilët duan të vrasin veten, të cilët konsumojnë pesticide në mënyrë direkte. Ndodh? Mund të themi që kohët e fundit, numri i të helmuarve me pesticide është ulur mjaft për një arsye shumë të thjeshtë. Ka ikur krahu i punës në fshat,
Pak prodhime bujqësore po bëhen edhe po përdoren pesticidet, kështu që dhe numri i të helmuarve, pra i personave të cilët bëjnë veprime kompulsive dhe duke i pasur aty pranë edhe i përdorin për suicid, është shumë më i vogël. Kështu që dhe numri të helmuarve të cilët vinë për tentativa suicidale me pesticide është ulur jashtëzakonisht shumë në spitalin Nën Tereza. Sa të domshme janë suplementet që ne përdorim për palestër? Atëherë në toksikologji, pra në shkencën e helmeve, çdo gjë është helm. Ndëshimin e bën doza. Dhe këto suplemente, nëse merren në doza të mëdha, gjithnjë, sa më e madhe të doza, aq më i dëmshëm për organizmin bëhet ky supliment. Cili është gabimi më i madh që bëjnë njerëzit kur ndodh një helmim? Po, gabimi më i madh është vetë akti. Përse duhet helmohesh, përse duhet të dëmtosh shëndetin, përse duhet të kërcënosh ekzistencën tënde. Sepse në këto momente, në varësi të dozës, kohës së ardhjes, ndërhyrjes të mjekësisë, varet dhe ky shërim do të jetë i plot apo i pjesshëm, apo i pamundur. Nëse është i pamundur, sigurisht do të humbish jetën. Nëse është i pjesshëm, sigurisht do ngelesh me probleme shëndetësore për gjithë jetën. Dhe në rastin më të mirë është kur ndihma bëhet e plot dhe shërimi bëhet i plot. Ne kemi dhe fotoksinën. A duhet kontrolluar më shumë mos shitja e saj, domethënë mos u japin kaq shkollaj fotoksinën? Atëherë, aksesi për të gjetur fotoksinën fatkeqësisht në Shqipëri është shumë i madh. Dhe sigurisht janë bërë propozime nga ana jonë që të mund të pengohet mundësia për ta pasur të lloj helmi çdo lloj personi i cili në një moment veprimi jo të logjikshëm dhe kompulsiv e merr dhe e gëlltit. Fotoksina është një helm jashtëzakonisht i fortë, i cili nuk ka dhe antidot. Dhe kur doza e tij është në një nivel të caktuar, për efekte etike nuk po e them dozën, është dhe vihet për ndihmë mbas 1 ore pas pirjes, pra ke marr dozën fatale, vjen edhe mbi 1 orë pas pirjes, shkenca mjekësore nuk arrin dot të shpëtoj viktimën. Pavarësisht përpjekjeve maksimale që bëhen, titanike nga personeli shëndetësor, rezultati përgjithsisht nuk është ai që ne dëshirojmë. Kështu që në të gjithë botën për fosoksinën, profilaksia është pjesa e cila është ajo që mund të shpëtojë jetë njerëzore. Është aksesi për ta disponuar fosoksinën është mjaft e thjeshtë, mjafton paraqitesh përballë tezgës ku shitet dhe mund ta marrësh. Alarmanta. Po sepse nuk ke asnjë frenim. Domethënë në momentin që një person në një moment veprimesh kompulsive dhe jo të logjikshme, nuk has asnjë pengesë dhe në momentet që nuk has asnjë pengesë ti arrin ta marrësh mbase të bësh dhe aktin. Ndërsa nëse ti do të kishe disa barriera për marrjen e saj, sigurisht këto veprimet kompulsive, pra menjëhershme, do fillojnë të bien dhe ti do fillosh të ndërgjegjësohesh që veprimi që kishe nërmend të bëje nuk është i duhur. Është i gabuar dhe mund të reflektosh dhe duke pas këto pengesa nuk arrin pastaj ta blesh edhe ta konsumosh. Por thash, në Europë jipet me 3 firma. Mjeku i familjes, psikiatri dhe agronomi. Ndërsa në Amerikë, përveç personave të autorizuar për ta përdorur fosoksinën, asnjë qytetar apo individ nuk mund të përdori fosoksinën në ambientet e tija
vetjake, si më thonë. Ndërkohë ne kemi dhe depakin. Çfarë është depakina? Atëherë depakina është një preparat I cili kryesisht përdoret për disa sëmundje psikiatrike dhe neurologjike. Ne si toksikologji hasemi me depakinën vetëm në rastet e mbidozimit me depakin. Sigurisht mbidozimi me depakin është një urgjencë mjekësore dhe kërkon një ndërhyrje sa më të shpejtë. Ndërhyrja sa më e shpejtë nënkupton të kemi mundësinë e bërjes së dekontaminimit, nëse është marrë nga përgjithsisht merret nga goja, pra të bërjes lavazhit dhe uljes së dozave të marra nëpërmjet lavazhit. Nëse pacienti ka ardhur në kushte ka ardhur më vonë se sa brenda orës parë pas gëlltitjes, ku lavazhi ka efektet maksimale, atëherë fillohet trajtimi suportiv që quhet në mjekësi, pra nëse kemi një ulje të një parametrit të caktuar, ne japim një grup medikamentesh të cilat e ngrenë këtë parametër në nivelet normale dhe anasjeltas. Nëse kemi parametra të lartë, japim një grup preparatesh të cilat e ulin këtë parametër, pra e bin rreth normës. Ky është ai që quhet mjekim suportiv. Fatmirësisht në gjithë përvojën time shumë vjeçare, disa dekadash, të gjithë mbidozimet me depakin nuk kemi pasur asnjë rast vdekje për arsye sepse dozat e marra dhe koha e ndërhyrjes ka qenë në kohën e duhur. Cilat janë ato raste që vijnë më shpesh? Çfarë konsumojnë, çfarë përdorin për helmim? Në fushën e medikamenteve, preparati që në Shqipëri është më I shpeshti që përdoret për suicid është paracetamoli. Sigurisht edhe paracetamoli është një urgjencë mjekësore, ai ka dhe një problematik të madhe klinike, pasi në 4 orët e para është totalisht asimptomatik. Por deri në 12 dhe 24 orë përsëri mund mos kemi shenja klinike, maksimumi mund kemi në ndjenjë të përzierë, në të vjell, por të cilat nuk janë shenja karakteristike të paracetamolit, po janë shenja të cilat hasen edhe në probleme jo toksike. Prandaj quhet asimptomatik deri në 24 orët e para. Kështu që një pacient I cili vjen pikërisht në këtë kohë, nuk është se ka ndonjë shenjë karakteristike. Diagnoza në këtilla raste vehet nga anamneza, pra pacienti tregon ose të afërmit tregojnë që ka konsumuar paracetamol, ose bëhen përqendrimet e paracetamolit në gjak, ku kuptohet në varësi të këtyre përqendrimeve, kuptohet sa ka pirë dhe sa e rrezikshme është doza që ai ka marrë për jetën e tij. Cilat mosha vijnë më shpesh? Çfarë janë? Djem, vajza? Atëherë për sa I përket gjinisë, mbizotron gjinia femërore, dhe për sa I përket moshës është diku tek mosha 20-35 vjeç. Fashoja e numrit më të madh. Pra, siç mund shikohet, është një moshë e re, e cila sigurisht përbën një problem goxha të madh shëndetësor, dhe fatmirësisht ne, duke qenë një klinik me një përvojë mbi 50 vjeçare, dhe masat që janë marrë, nga të gjithë drejtuesit e qendrave spitalore universitare, kemi arritur që rastet e vdekjeve, sidomos me ato me medikamente, mortaliteti të jetë 0. Pra mos kemi vdekje. Kjo është domethënë një krenari e shërbimit tonë. Bravo. Jemi me fat që ju kemi. Të gjitha bashkë. Tani unë jam shumë kurioze të di se nëse ju pyesni familjarët ose të afërmit, se cila është arsyeja kryesore që çon pacientin në këtë pikë sa të konsumojë medikamente për helmim. Ashtu si thatë dhe ju, janë femrat ato që stresi është kryesori. Arsyeja kryesore është stresi. I natyrave nga më të ndryshmet. Sigurisht gjinia femërore duke qenë, po themi, gjinia e dobët, me sa duket në Shqipëri vazhdon të jetë e dallueshme gjini më e dobët se sa ajo mashkullore për sa I përket stresit,
Kjo reflekton edhe tek numri i tentativave për suicid. Doktor, unë të falenderoj shumë që ishe këtu me ne dhe për këshillat dhe informacionet e vlefshme që na dha. Ishte Që kënaqësi. do t'i shërbejnë shumë me të publikut tonë. Edhe unë ju falenderoj ju që na jepni mundësinë që të informojmë publikun për këto probleme kaq të rëndësishme shëndetësore. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.